Prokuroria Speciale pretendon se Ministrja e Tregtisë Rozeta Hajdari ishte në dieni se grurit që do ta importonte vendi për rezervën shtetërore ishte rreth 200 euro për ton më i shtrenjtë. Akta akuza e ngarkon ministren në detyrë pastaj zëvend sekretarin Irfan Lipovica dhe drejtorin e Departamentit të Rezervës Shtetërore Hafez Garën për korrupsion, derisa biznesmenin Ridvan Muharremi për ndihmë në kryerje të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Sipas prokurorisë, Ministrja Hajdari ishte e njoftuar për çmimin mesatar nga Agron Lugaliu, drejtori i doganës, por vendosi ta importoj grurin nga një kompani turke për rreth 200 euro më shtrenjtë për ton. Në janar të vitit 2022, çmimi mesatar i grurit ishte 295 euro për një ton, në muajin shkurt 277 euro për një ton, ndërsa në 10 ditëshin e muajit mars ishte 290 euro për një ton, dhe përkundër këtij fakti e njëjta me 14/03/2022 nënshkruan kontratë me operatorin ekonomik Yafe Turizm Insharet Sanai ve Ticaret Anonim Shirketi me çmim 483 euro e 48 cent për një ton grur. Çmim këtë i lartë në krahasim me çmimin mesatar që importohej në Kosovë. Hajdari nuk ju përgjigj pyetjeve të prokurorisë kur u therr për t'u intervistuar, duke thënë se elaborimi mbi rezervën shtetërore shpalos informacione të klasifikuara si sekrete. Prokuroria ka vlerësuar se ky arsyetim nuk qëndron, me që është ndaluar të klasifikohen dokumentet që dëshmojnë shkelje ligjore. E akuzuari Hafez Gara u ka thënë prokurorëve se ministrja e ka udhëzuar atë që gruri të mos blihet nga kompanitë që importojnë atë nga Serbia. Kur veti Pandeuri ishte kryetari i komisionit për negocim, ka deklaruar se ky nuk e ka përzgjedhur këtë kompani për faktin se ministrja Rozeta Hajdari ka apeluar se Msillosi furnizohet me grur nga Serbia dhe nuk është partner i përshtatshëm për këtë furnizim. I akuzuari tjetër Irfan Lipovica para prokurorisë ka thënë se ka kërkuar informata nga Departamenti i Tregtisë në Ministri, por se nuk i është treguar se sa po shkon çmimi i grurit me shumicë. Lipovica po ashtu i ka thënë prokurorisë se gjatë kohës së furnizimit të rezervës shtetërore është ndjerë në presion nga ministrja. E ndërmarrësi Ridvan Muharremi u ka thënë prokurorëve se roli i tij ishte negocimi në emër të kompanisë turke. Qëllimi i të akuzuarve sipas aktakuzës ishte të bënin favor kompanive nga të cilat u importuan rezervat e një nga të cilat sipas PSRK-s kompania turke pati lidhje shoqërore e biznesore me afaristin Muharremi. Prokuroria Speciale pretendon se me veprimet e tyre të Pandeurit i kanë shkaktuar dëm shtetit në vlerë prej 2.9 milion eurosh me importimin e grurit, prej të cilit erdhën rreth 59 ton më pak. Po ashtu pretendohet se u pagua dhe kostoja e transportit, gjë që nuk është dashur të bëhet në bazë të kontratës. Prokuroria pretendon se shtetit ju bë dëm edhe me porosinë e vajit dhe sheqerit, mallra që nuk i solli kompania Xanto SP ZOO me seli në Poloni.